Fermerët që kultivojnë pataten kanë nisur trajtimin me herbicide për të luftuar barërat e këqija. Pas rreshjeve të rëna dhe krijimit të lagështirës në tokë, këto barëra janë shfaqur në masë dhe duhen luftuar për të shmangur dëmtimin e prodhimit. Përdorim këto herbicidet sa s'ka dal bima, pastaj kur del bima janë të tjera herbicide që e mbrojnë bimën, por luftojnë barat. Me këto rreshjet që ranë tash janë aktivizuar shumë bara dhe po mundohemi që t'i trajtojmë që të mos kemi vështirësi gjatë punëve në pranverë. Barat e këqija nuk lejojnë të zhvillohet bima njerëz, se delën përpara bari se sa bima dhe e mbyt, nuk e lejon të zhvillohet, nuk bën ajrimin e duhur, nuk të le pastaj me kalimin e kohës të bëhen proceset e tjera, kultivimi, mbushja, hedhja e plerave kimike. Ndërkohë lagështia në tokë ka favorizuar procesin e mbirjes së patates, tregon fermerja. Shaulli thosë se kanë përzgjedhur një kultivar patateje për të cilën ka kërkesë në treg. Aktivizon mbirjen e patates dhe nuk do detyroheshim të vaditnim për mbirje pasaj. Këtë vit kemi mbjell kultivarin e kamelia, është një lloj patate që ka edhe rendiment dhe është me tul të verdh ashtu siç e kërkon edhe tregu. Kemi mbjell 22 hektar. Shaulli bën me dije se nga viti në vit përzgjedhin varietete patatesh, të cilat japin rendiment të lartë pasi i përshtaten më së miri klimës së zonës, si dhe rezistojnë më gjatë në kohë.